Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka akuzon mazhorancën se përpiqet të mbulojë të vërtetën e trafikut të drogës. Paloka i cilësoi si të turpshme deklaratat e ministres Kodheli, e cila tha se hetimi për këtë çështje është mbyllur. Sipas tij, Komisioni Hetimor duhet të kishte filluar punën 3 ditë pas miratimit të tij në Kuvend. Deklarata e mbrëmshme e ministres Kodheli është pak po të thuash që ishte një deklaratë e turpshme, të deklarosh që çështja e hetimit drogës që nga mbyllur dhe për më tepër të keqpërdorësh dhe aleatët tanë të mëdhej lidhur me këtë çështje e përsëris është më tepër se sa e turpshme. Paloka bëri të ditur se Partia Demokratike do i shkojë çështjes deri në fund. Majoranca me sa duket po përpiqet ta kalojë neshtje dhe ajo që unë dhe deputetët e tjerë të Partisë Demokratike kemi deklaruar që në fillim me ngritjen e komisionit hetimor, se ky komision me sa duket po ngrihet jo për të tetuar, po për të mbuluar të vërtetën, të bëhet transparencë për trafikun e drogës, kush janë përgjegjësit, a është e lidhur kjo qeveri me këtë trafik droge dhe me sa duket edhe reagimet e ministrave dhe përfaqësuesve të kësaj magjorance tregojnë se frika e tyre ka pikërisht lidhje me faktin që ata janë të ndikuar. Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli deklaroi një natë më parë në emisionin Top Story në Top Channel se ekzistojnë prova bindëse që shërbimi informativ i ushtrisë është përdorur për të përgjuar opozitën dhe diplomatët e huaj në mënyrë krejtësisht të palishme dhe antikushtetuese. Ndërsa për akuzat ndaj ushtrisë për trafik droge, Kodheli deklaroi se kjo çështje është e mbyllur.